Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se në kryeministri ka pasur një sherrë me kreun e qeverisë dhe zëvendësen e tij gjatë mbrëmjes së së njëjtës. Sipas Berishës, shkak për përplasjen janë bërë mesazhet që SPAK ka zbuluar në celularin e Evis Berberit me Belinda Ballukun. Ky e fundit pretendon se edhe Rama ka pasur mesazhe komprometuese me Berberin, por këto janë mbajtur të fshehta nga ana e SPAK-ut. Reagimi plot i Berishës. SMS-t janë Gracka, një shtesë e detyruar për kacafytjen verbale shtatorëshe Rama Ballukun. Të dashur miq, para pak orësh publikova disa nga njoftimet e veshjit të mureve të kacafytjes verbale të egër midis Lubi Ballukut dhe Edi Ramës, hajdutëve më të mëdhenj në historinë e kombit, në takimin më të gjatë të jetës së tyre midis mijëra syresh që kanë pasur në 25 vite miqësi dhe bashkëpunim në vjedhje. Një ndër momentet më kulmore, por edhe më pikante, ka qenë debati për SMS-t. Kundrejt aludimit të Belindës se në persekutimin e saj Rama u tregua indiferent ndaj vendosjes së saj nën akuzë dhe tani sipas saj, pas shkeljeve të rënda të kushtetutës me pezullimin nga detyra, sikur të ishte magazinierja e qeverisë, ai kërkon asaj dorëheqjen. Në fakt i kërkon të lash duart me mua, ndërkohë që tuneli Llogaras është fillim dhe mbarim urdhëri i tij zbatuar nga unë. Rama i hutuar i thotë se ai kishte bindje se Lubia është e pafajshme, por prokurori i kishte thënë se SMS-t e tua me Evis Berberin ishin përvoluese, haptas fare madje dhe nuk mund të injoroheshin. Gënjeshtra, ja ktheu me tërbim Lubia. Kujt i flet ti për SMS-t? Po të ishte për SMS-t, në vendin tim, duhet të ishe ti. Po ti e di që në dosje janë me dhjetra SMS, 69, siç më tregoi Pamela, se ajo i kishte numëruar që ti i ke dërguar Evis Berberit për tunelin, dhe që faktojnë se Ervisi dhe unë jemi koka turku sepse vetëm kemi zbatuar urdhrat tuaj, kurse tani më thua se fakti penal që kanë SMS-t e mia me Ervisin. Pa më thuaj pak, pse SMS-t e mia me Ervisin që kanë prova krimi për ty dhe Prençin, kurse SMS-t tuaja në të cilat ju urdhëroni për të gjitha veprimet e Ervisin nuk janë provë krimi. Kjo nuk kalohet. SMS-t janë në dosje dhe jo vetëm në dosje. Koka turku se kam zbatuar urdhrat tuaj nuk bëhem unë. Të them se do të vish edhe ti me mua. Pas largimit të Ramës për darka i kërkon Lubis një tjetër takim pas darke, veshji i mureve nuk ka njoftuar informacione për takimin e pas darkës. PS. Në takim përveç Uluziut që u thirr dëshmitar në sherrnajën shumorëshe të fazës finale të divorcit politik më të dhimbshëm në historinë e vendit të bashkëvjedhësve më të mëdhenj në historinë e kombit, në takim është thirrur dhe ka hyrë Dale dhe Donagacio, me cili Lubia javën e fundit ka pasur takime të përditshme, paradite jo në kryeministri, por në vilën e tij.